Sot në qendrën inovative është mbajtur aktiviteti implementuar nga organizata jo qeveritare PEN në bashkëpunim me UNICEF-in, në të cilën u shpall edhe videoa më mirë me temën dhuna në familje, në kuadër të projektit të përbashkët të agjencioneve të kombeve të bashkuara kundër dhunës në familje. Dy studentët fitues të kësaj video u shprehën të kënaqur që u dha mundësia të punojnë këtë projekt me ndihmën e disa vullnetarëve të qendrës rinore. Kena mënu mesazhin nëse se kena jap në mënyrë virtuale, kena jap përmes filmit që një familje dhunshme prodhon një dhunues të ri, dhe duhet me pas kujdes se nëse dikush u djeg në familje, duhet me pas kujdes që fëmijët tjerë, pjesa tjetër, ardhmëria familjeve tona mes me trashëgu problemet e njëjta. Të pranishmit patën fjalë të mira me shtjellimin e kësaj teme kaq të ndihshme për shoqërinë tonë në një formë krejtësisht tjetër. Më befasoj shumë, domethënë puna e këtyre dy trive, edhe pse ishin në rrugën e aktrimit, ata kishin paraqitur shumë bukur pasojën, edhe pasoja domethënë një fëmije që përjeton dhunë dhe kur rritet ai bëhet dhunues. Ndoshta mungoj edhe një mesazh pozitiv sepse njerëzit jo gjithmonë duhet me mbet dhunues, na duhet bëjmë çmos që sa më pak ta zvoglojmë numrin e dhunuesve dhe të ndryshojmë domethënë që këta njerëz të reflektojnë që nesër kur të rriten mos bëhen dhunues. Shpërblimi për këtë projekt ishte një pajisje elektronike në vlerë prej 200 euro.